Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me, në platformën e vetme televizive të debateve zgjedhore të organizuar sipas standardeve për verifikimin e fakteve. Sonte kom deri me qenë me komune Fush Kosovës, ku po zhvillohet gara për kryetar komune. Në ballotazh për Fush Kosovën janë Valon Prebreza nga Vetëvendosja edhe Besnik Osmani nga LDK. Valon Prebreza i ka marrë 45.15% edhe Besnik Osmani i ka marrë 36.66% të votave. E para se me nis debati me theksu që gara për asamblen komunale është po aq e rëndësishme sa ajo për kryetar komune. Kjo garo kry, po asambleja e Fush Kosovës do t'i ketë gjithsej 31 asamblejës dhe sipas rezultateve preliminare asnjë parti nuk ka arrit shumicën prej 50%, për çate po themi gara vazhdon. Kjo do të thotë se formimi i qeverisjes së ardhshme do të kërkojë koalicione dhe marrëveshje ndërpartijake në asamble. Renditja e asamblesë është si vijon këtu që po e shihni. Lëvizja Vetëvendosje i ka fituar 11 asambleista, LDK-ja 9, PDK-ja 6, PLE 2, PDAK 2 edhe ZD 1. Po nisim me temën bosh të debateve tona që është buxheti edhe planifikimi i tij. Kjo për shkak se në vitin 2026 buxheti i komunës së Fush Kosovës do të jetë 26.8 milion euro apo 10 milion euro më shumë se buxheti i vitit 2025. Kjo rritje për 60% ka ardhur si rezultat i shtimit të numrit të popullsisë në këtë komunë masi regjistrimi i popullsisë së vitit 2025, diçka për cilën Fush Kosova gjithmonë ka thënë që e ka popullatën më të madhe se sa që merr buxhet. Më në fund e ka fituar këtë buxhet dhe qeverisja e ardhshme dhe Fush Kosovës e pret një sfidë në infrastrukturë pasi kjo komunë renditet në vendin e 13 për nga zhvillimi i infrastrukturës rrugore. Këto të dhëna dhe renditja e Fush Kosovës në vendin e 13 del nga raporti i performancës së komunave që matet prej Ministrisë së Pushtetit Lokal. Në buxhetin e komunës, i cili është miratuar së fundit tash, janë para pa 41 projekte që prekin rrugët e infrastrukturën publike. Një pjesë e fondeve do të shkojë për renovimin e banesave, ndërsa pjesa tjetër për ndërtimin e rrugëve. Po themi do të shkojë sepse këto pare janë dedikume. Nuk mundet tash buxheti i 2026 mundru, edhe 1.2 milion euro prej qëtyne do të investohen në rrugën Dardania, po e ndajmë pra me ju buxhetin që është aprovu. Pjesa tjetër e fondeve do të përdoret për projektet e tjera infrastrukturore. Më intereson nga kandidatët nëse do të vazhdojnë këto projekte apo nëse planifikojnë ndryshime në projektet kapitale të ardhshme. Tema e parë pra është investimet kapitale ku i planifikojnë të dy kandidatët që janë në ballotazh. Po fillojmë me juve, zotni Prebreza, 2 minutat e parë për investimet kapitale. Përshëndetje për ju dhe për qytetarët e Fush Kosovës. Ashtu si seceke, kemi një buxhet të aprovuar, edhe një buxhet për 2026 që është i miratuar. Në fakt kanë filluar disa punime që të bëhen që seceke rrugën Dardania, e që mendojmë që është duke u bërë një investim i panevojshëm për momentin, sepse aty do të ketë edhe punime tjera të asaj rruge, e që po mendojmë që është një projekt që paratë e qytetarëve të Fush Kosovës po duhet të investohen si vjet, mirë po edhe vitin e ardhshëm do të jetë rrugë e cila do të ketë prapë investime. Do të thotë është një investim i parakohshëm, duke pas parasysh që në vitin e ardhshëm, përveç se është i parakohshëm, është investim i mangët, sepse aty duhet të investohet më mirë edhe duhet parashihen ta zonë. Gjitha ajo infrastrukturë ajrore që janë kablët elektrike, kablët e internetit, nuk janë të parapona që të futen në tokë, kështu që po mendojmë që është gabim. Sido që tjetë. Ne kemi paraponë që investimet kapitale sipas buxhetit të aprovuar dhe kornizat afatmesme buxhetore, kemi një buxhet për 117 milion euro të komunës së Fush Kosovës, prej tyre janë të paraponë 49 milion euro investime kapitale. Mirë, po kjo nuk do të thotë që do të mbetet me kaq sipas këtij buxheti, sepse pretendojmë që të hyrat vetanake të komunës për çdo vit të rriten, duke bërë të mundshëm që komplet pjesa e ndërtimeve që kanë ndodhur në Fush Kosovë të hyjë si e hyrë e Fush Kosovës duke mbledh tatimin në pronë, si dhe nga leja ndërtimore. Në arsim kemi paraponë investime për 11 milion euro, duke përfshirë ndërtimin e kampusit të shkollave të mesme, e po ashtu ndërtimin e 9 qerdheve publike. Në shëndetësi kemi të paraponë të investime kapitale 4 milion euro,
ndërtimin e qendrën e re të mjekësisë familjare, e po ashtu shërbime të reja dhe përmirësimin e shërbimeve në QMF-t ekzistuese. Për rini, kulturë dhe sport kemi të parapon investime për 6.2 milion euro, për tyre 1.2 milion euro në renovimin e shtëpisë së kulturës. Faleminderit, kjo ishte koha 2 minutat e parë. Besnik Osmani, investimet kapitale nëse ju zgjedheni kryetar komune në infrastrukturë, a do të vazhdojnë këto investime që po i shohim? Faleminderit, me qenë se është paraqitja e parë, veç dëshiroj me shfrytëzu rastin me përshëndet dhe me falendëru të gjithë qytetarët për sjellje shëmbullore të gjitha partive në fazën e parë të zgjedhjeve, dhe kjo është një mrekulli edhe tregon çfarë qytetarie kemi në komunën e Fushkosovës. E dyta janë investime kapitale me program që janë paraparë 56 milion euro, për i ty janë 31 milion e qytet, në infrastrukturë janë 17 milion e 300, kulturë janë 12 milion e 300, në arsime 11 milion e 840, në ambientin 10 milion e 620, në shëndetësi janë 4 milion euro. Në Bartë Madhe do të investojmë 4.8 milion euro, në Slatin Vogël do të investojmë 3.7 milion euro, në Slatin Madhe do të investojmë 2.6 milion euro, në Harelaçe Hens do të investojmë së bashku rreth 3.2 milion euro, në Miradit Poshme, në Miradit Jepënve të dyja të bashkë janë 5.2 milion euro, ndërsa përgjithëse nga fshatrat e tjera të vogla janë pak më pak se nga 1 milion euro, të detajuara në programin qeverisës i cili prezantohet edhe për ballotazhin. Sa i përket buxhetit të miratuar, janë buxhetet të cilat janë në fazën e dytë. Natyrisht që buxhetet e mëdha kanë ciklin e tyre 2-3 vjeçar, janë miratuar në shumicën shihet që është faza e dytë ose është faza e tretë, do të mbahet, do të vazhdohet sepse do të përfundohen, derisa do të ketë disa rividime në buxhet sa i përket adaptimit të programit tem qeverisës në buxhetin vijus. Nëse jo për vitin e parë është përfundimtar, sigurisht për vitin e dytë, të tretë edhe të katërt të qeverisës. Sa përket sheshit Dardania, aty po vazhdojmë punimet, aty kemi parapar që të vendoset edhe infrastruktura nëntoksore dhe gype po vendoset për infrastrukturën nëntoksore. Jemi dakorduar me Bashkimin Evropian me këtë zonë sepse është një projekt që ka të bëjë me kanalizime dhe shumë korrekt e thatë e kandidati zoti Përbesa, mirë po nuk do të prek pjesën anësore, nuk do të prek trotuarët, por do të bëhet në shtratin faktikisht në shtratin e rrugës, dhe ne nuk po punojmë momentalisht në shtratin e rrugës, sepse ekipet teknike i kanë dakorduar ciklet e punimeve që do të bëhen. Faleminderit, Besnik, vetëm pak, masi të shfrytëzove rasti me falenderu njerë që kanë votu. Është paraqitja ju e parë bashk mas debatit parë. Më gjeni mi ju falenderu të dyve, Besnik e Valon, që keni qenë pjesë e debatit, që po vini prap, në vazhdën e shumë ftesave që keni për debate, jeni të përkushtuar me qenë prap në këtë debat, sidomos si kandidat të ri, të cilët përpara nuk keni kandidu për komuna. Po e çmoj që po e vazhdoni traditën e transparencës të krijuar në komunën e juaj para jush, kështu që ja u di për nerë që keni ardhur shumë. Replik, Valon. Po, kundërkandidati është nënkryetar që 3 vite gati dhe ka pas mundësi që komplet këtë pjesën e planifikimit ta bëj edhe në buxhetin e aprovuar të komunës së Fushkosovës. Do të thotë komplet programi tina nuk është i përfshim në buxhetin e komunës së Fushkosovës për 3 vite të ardhshme. Do të thotë nuk janë të parapone, është buxhet, planifikim, shabllon që ka ndodhur ndër vite në Fushkosovë, ku janë vlerat e rrumbullaksuar për secilin lokalitet se sa do të investohet, mirë po nuk janë të përfshina në kornizën afatmese të buxhetit. Do të thotë është një mashtrim për qytetarët. Besnik. E thash, faza 2, faza 3 do të realizohen sepse projekti nuk do të mbetet në gjys. Unë filloj si kryetar komune me datën 10 dhe marr përgjegjësinë e plot. E dyta, projektet e reja, të cilat ka pas mjete buxhetore, investime kapitali, janë të përfshime në buxhetin i cili tashmë është i miratuar dhe ka shembuj të tonë që gjeni në programin tim zgjedhor, që nga shkollat, që nga rrugat, që nga parqet, që nga ndriçimet, ashtu siç i kam premtuar, janë pjesë e programit edhe mund edhe të shpalosin. Gjysmë minuti. Qytetarët e dinë që 3 vjet realisht është kryetari i komunës. Me gjitha kompetencat që i ka pas kryetari i komunës, ja ka delegu zotni Besnik Osmanit, kështu që ka pas kohë dhe mundësi me i përfshi të gjitha këto në buxhet. Po nuk i ka përfshi. Do të thotë është një mashtrim që ndodh mbi 20 vjet në Fushkosovë, ku vetëm premtohet dhe nuk realizohen projektet në të mirë të qytetarëve. Urna? Jo, vetëm ka një paradoks në kumtimet publike.
Gjithçka që thuhet në fushat është se unë do të jem kryetar komune, Borim Berisha do të jetë në kryetar, ai ka më vazhdu me qeveri sepse s'kam ka qek, unë pas na pas ka qek, Borimi më pas ka lënë edhe këty 2 vjetët e para me kon kryetari plot. Jo, s'kam qenë kryetari plot, me mu do të jetë ndryshimi madh në komunën e Fushë-Kosovës. Borim Berisha nuk do të jetë në kryetari komunës së Fushë-Kosovës, nuk do të jetë në qeverisë, në qeverisë do të jenë njerëz të ri e profesionistë. Valan. Po, është e vërtet që është përmend që nën kryetar do të jetë Borim Berisha. Mirë po, në qeverisën e re në Fushë-Kosovë të gjithë e din. Vendosjen e drejtorëve në qeverisën e LDK-s e bën djali i Borim Berishës, Guri. Dhe thotë kjo dihet, kjo është publike mos e kjo, edhe që do ne faktojmë, kemi edhe fakte për këtë, kemi njerëz që është thonë që unë i vendosi drejtorët. Çfarë fakte Valan? Tazom, është asambleisti nga Partia Demokratike Ermal Dumanit, i cili i ka thonë vetë djali Borim Berishës që unë jam ai që i vendosi drejtorat në komunë të Fushë-Kosovës. Mundi me vërtetu. Me thonë drejt, nuk merrna me thashëthome të rrugëve edhe çka deklarohet në për kafe, pret nantes keni me pa një ekip të mrekullueshëm, aty ka me vendos Besnik Osmani Zbaku me partnerët e koalicionit, ashtu siç i dakordu, edhe do të ketë një qeverisë shumë efektive. Nëse shihni raportin e performancës të fundit që obligu para 5 vite, do të shihni progresi në komunën e Fushë-Kosovës gjatë 24 muajve të fundit, e një prej tyre u prezantua edhe në tabelën para jush këtu. Po, vetëm unë i di 10 nënkretarëve që 10 njerëzve që ka unë të bënë nënkretar. Kjo është strategjia. Si do që tjetë, në qeverisjen pe 9 nëntori do tjetë një qeverisje e re e udhëhequr nga unë, kështu sa i përket partnerëve të koalicionit janë bë 5 parti në Valan, një vend. kone ki të nën kryetar mas i peqel këtë temë, kalzëna, mas i vleti pas ka E para, ende nuk kam cek emra se kush do tjetë për hir të strategjisë së A i ki fushatës. premtu të dikujt? A i ki premtu të dikujt nëse të vëtën? Premtim, të lutem. E drejtora, kone ki të? Premtim do të bëjmë drejtora, siç kemi thonë, 50% gra dhe 50% do të jenë burra. Do të thotë ekipi nuk e shpalos në këtë kohë. Nën kryetarin se kja lo? Nën kryetari do të jetë femën, sa për shale. Ti s'pe bën burimin pa hiri nën kryetari, jo? Shqo, Masi ai ka ka shumë një po përvojt folë madhe, po besoj që mosha ndoshta nuk e lejon. Urna. Po, me qenë si ju pas nga përmtu një 20 nënkretarëve, 10, e atër po e thamë, unë e kumë thonë publike, kam thonë debat para 300 njerëzve. Nënkretare komunës e Fushë-Kosovës do t'jetë një zonë Mirlinda Krasniqi. E din qytetarët të Fushë-Kosovës e kam thonë në debat. E kam thonë para publikut në tubime. A mund të shkojmë tutje? Veç edhe në sqarim, ato që thash më herët e nderuar Jeta, sepse këto janë bo një koalicion i interesave të ngushta, ku është do pushteti 50-50. 50-50 në gjitha investime kapitale, 50-50 në drejtori, 50-50 në punësime. Është do pushteti me kanë, Valan? Me 5 parti politike, tuke përfshi Partinë Demokratike, Nismën, Listën Serbe, manej PLN, janë 5 subjekte politike që garoj me neon, kurse unë jam në anën tjetër bashkë me zonjën Vildane Latifi. A ke ti koalicion me diken? Ka me zonjën Vildane Latifi, kandidatë për Aleancën e Ardhmërisë së Kosovës. Me akën. Edhe me Partinë Demokratike të Shkalive të Kosovës, kemi para zgjedhor. Okej. Urna Besnik? Veçel, qoj mikrofonin? Me nuk është për pushtet, është për marrëveshje për qeverisje gjithë përshërisje efektive, sepse komuna e Fushë-Kosovës o rritë shumë, tashmë po i ofrohet praktikisht numër për 100.000 banorëve, ka fuqi për fuqi politike, na i pam numrat në asamblen komunale, nuk do të ketë mundësi asnjë anë për partive të jetë vetëm në kuvende komunale do të marrë vendime të rëndësishme, prandaj kjo është qeverisje. Sa i përket partnerëve, kundër kandidati është shumë korrekt, po unë nuk kam marrëveshje me listën sërbska, nëse e ke pa do të me dokumentu. Në komunën e Fushë-Kosovës nuk mund të faktorizohet lista sërbska, na nuk kemi lista sërbska, mos t'i bojmë të rëndësishëm ato që nuk kemi nevojë me botë të rëndësishme, e di çka po do me thonë, po do me folë për votat e Kuzminit. Koha. Ndëruar, lista sërbe ka marrë për asamblej komunale votat me shumicë në lokalitetet ku jetojnë. Aty është votu zotëri Besnik Osmani, është një koalicion në heshtje. Se sa kanë marrëdhënie këta me listën sërbe, është e dokumentume. Janë me qindra bursa që jepen për studenta të komunitetit sërb, cilët nuk e pranojnë Republikën e Kosovës. Janë me Kosova me tohi, me diploma. Do të thotë, kjo është lidhje vjetër mes tyre, si do që tjetë.
Kisha dosht veç edhe një gjë, tek Valjan transparenca. Kurti ju ka dhënë fonde OJC-ve sërbe. Pse po thuti Ato që që i është pranojnë gabim në me Republikën e dhënë? Kosovës në rregull janë. Për gjithë ata që Edhe pranojnë. Nena Drashiqi po ju jep fonde, edhe po ju jep bursa, edhe Nenadi është ministri juj. Kludna, për gjithë ata Edhe që nuk ja lyp pranojnë. certifikatën me këshyr, a e keni njoft Republikën e Kosovës, a s'ja lyp identifikimin letër njoftimet, nuk ja lyp. Nuk kam kompetencë me fol për Nena Drashiqin, unë të flas për komunën të Fushë Kosovës. Po, Nuk do me marr bursa po dikush që nuk e akuzon nje që pe Republikën e Kosovës. qytetarë sërb, të cilët na po insistojmë qytetarë sërb janë qytetarë të Kosovës. E vërtet. Mirë, po jo me dokumenta që nuk e pranojnë Republikën e Kosovës, me diploma Kosova Çfarë me të dokumenta? Me diplomë të Kosova me të dhe të Universitetit Paralel në Mitrovica të Veriut. Do të thotë këtyre studentëve ju kanë dhënë bursa. Si do që tjetë? Po, edhe gjyqtarët e qatyne, me qasi bursa, me qasi diploma, Kosovë dhe me të hi, janë gjyqtarët Kosovës. Nuk është problemi jemi. Po tash nuk është që du me thonë që qeveria jonë Jeta gjora. i ka pranu njifën dokumentet e Universitetit Mitrovicës njifën në Kosovë. Jo paralelit, jo me Kosova me të hi. Si do që tjetë, u përmend transparenca. Që 24 mujtë e fundit. E kemi një raport të zyrës kombëtare të auditimit që po besoj që ndërkohë kemi mujtë me shpalos, ku i cek gjitha shkelet që e mbo kryesisht në leje ndërtimore, e ku përgjes besoj edhe qytetarët e dinë që ka përgjegjësi të madhe zoti Besnik Osmani. Mu veç po më interesën para se me shkute Besniku, a keme i nalti qëto bursa ndaj studentëve sërb, a keme i vazhdu, nëse ti vjen pushtet? Unë nëse vim pushtet, askush që nuk e një Republikën e Kosovës nuk ka me marrë bursë. E qysh kime e verifikua për një as për një Republikën e Kosovës? Universiteti Paralel të Mitrovicës së Veriut, që nuk e një institucionin e Ministrisë Arsimit, nuk ka bursë. E nëse nostrifikohen që ato diploma? Në marrëveshjet nostrifikimit që i kena? Në rregull, si të është sipas ligjit, po jo sipas shkeljeve që i kanë bërë deri tash. Besnik. Vetëm vitin e fundit janë dhënë 850 bursa. Prej ty ne natyrisht shumica shqiptar, ka edhe rom, edhe ashkali, edhe egjiptian, edhe serb, gjithë kanë letër njoftimet e Republikës Kosovës, thatë janë qytetarë të komunës së Fushë Kosovës, unë kur nuk të ndaj para ligjit, ata do të jenë të barabartë. Ke bo shkelje. Ata janë të barabartë. Një qytetar i cili është i regjistruar në universitet në Republikën e Serbisë, jeton në Republikën e Kosovës, ka letër njoftimin e Republikës së Kosovës si një student që punon edhe studia në një shtet tjetër ka të drejtën si qytetari i komunës së Kosovës, njësoj si ai që merr në Gjermani, në Angli, në Austri e në Shqipëri. A bën me fol për arsimin, ju vetë çelet këtë temë, unë po du me e kallëzu ku qëndron, ku renditet Fushë Kosova, si komunë në fushën e arsimit renditet vendin e 6 në fushën e arsimit para universitar është fjala. Para Fushë Kosovës renditen vetëm 5 komuna tjera, Juniku, Prizreni, Drenasi, Istogu edhe Skenderaj. Megjithatë, Fushë Kosova vazhdon me u përballë me problematikën e mbi popullimit të shkollave. Në shumë komuna kena mungesë të nxënësve, këtu kena mbi popullim. Si shihet në tabelën e buxhetit për mjetet për investime, qysh janë para pa, vetëm për shkollën në Fushë Kosovë, faza e dytë dhe për ndërtimin e një shkolle tjetër në Lismir, janë para pa të holla, pjesa tjetër e buxhetit për arsim është parashiku për renovime edhe ndërtimin e sallave sportive. A janë vetëm këto 2 shkolla në planet e juja, apo ka investime tjera? Po më intereson me ditë në 2 minutat e ardhshëm, çka planifikojnë, ku planifikojnë me investu në arsim kandidatët për Fushë Kosovë. Besnik, po e nisim me ty. Komuna Fushë Kosovës ka nevojë për shkolla të reja, çdo vit të ndërtu një shkollë, po nuk janë të mjaftueshme. Ka ndërtu edhe Komuna Fushë Kosovës, se besa na ka ndihmuar edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, edhe me shkollën që e kemi nisë, edhe me qerdhën që e kemi përfundu, dhe do të ketë po ashtu me buxhetin komunal sa edhe nisjen e qerdhës së re më herë pas këtij misioni, sepse kontrata është nënshkruar. Ajo që unë jam zotu, janë 3 shkolla të reja në qytetin e Fushë Kosovës, është një në Lismir, janë 3 qerdhë të reja për rishkymje që i përmenda në qytet, dhe është qerdhja në Barë të Madh, është në Slatin të Madhe, është në Vragoli dhe është në Miradite e përmes, sepse në Miradite poshtë me kemi përmes partnerit publiko-privat.
Përveç kësaj, ne do të vazhdojmë shumë investimet në digitalizim, edhe në buxhetin për vitin ardhshëm kemi vendosur me ne 700.000 euro, janë përafërsisht çdo vit që do të investohen rreth 1 milion euro për procese digitalizuese. Nuk kam premtuar mësim gjithditor, sepse kemi shumë nxënësa nëpër klasa, kemi nevojë ende për intervenimet e tjera, por kam premtuar mësim gjithditor në 2 fshatra, në fshatin Grabasi dhe në fshatin Harilash, sepse i kemi shumë kushte dhe numri i nxënësve është më i mjaftueshëm që të pilotohet ky proces në këto shkolla. Po, sa i përket arsimit, ne kemi parapon ndërtimin e kampusit të shkollave të mesme në lagjen Akarat, ku prona është AKP-s dhe ne do ta marrim në shfrytëzim prej Qeverisë Republikës së Kosovës duke bërë pagesën e 20% që është e parapone me ligj. Ky ndërtim i kampusit do të mundsoj që hapësirat ekzistuese të shkollave të mesme që janë në qytet të shfrytëzohen për shkolla fillore e po ashtu ndërtimin e një shkolle fillore në lagjen Eliza që për qytetarët e Fushë Kosovës e dinë se ku i bjen, në të për shkak se largësisë së madhe që kanë nxënësit për të udhëtuar. Njëkohësisht do të eliminojmë ndrrimin mësimin me 3 ndrrime, do të largojmë nxënësit nga podrumet që janë ekzistuese në Fushë Kosovë, e po ashtu ndërtimin e qellëve publike që i përmenda më lart, janë ndërtimi i qellës publike në Bardh, ndërtimi i qellës publike në Slatin, Vrogoli dhe Miradit e Epërme. Mirë, po sidoqë që jetë e kemi një gjë. Në Bardh kemi qellë të ndërtuame, por nuk është funksionalizuar asnjëherë. Do thotë kemi investime të duplifikuara ka qeverisja aktuale. Kjo nuk do ndodhë me ne. Ajo që do të investohet do të hyjë në shfrytëzim për banorët. Po ashtu ndërtimin e një qellë në lagjen Nakarat. Sa edhe transporti për nxënësit do të jetë falas në gjithë Fushë Kosovën, po ashtu shujtat për nxënësit e shkollave fillore do të sigurohet nga qeveria komunale. Faleminderit. Valone, kemi një kërkesë, masipat kemi kohë prej komunitetit të lagjes 28 dhe 29. Jemi të folë për një komunitet i cili, kur vjen të arsimi edhe infrastruktura, mas e keni këtë temë, vunë prej mos investimit. Kërkesa atyne është për rrugë në lagje 28-29, e cila po mungon që një kohë. Ajo shpesh po përdoret edhe si arsyetim pse si shojnë fëmijët në shkolla, komuniteti Roma Shkali. Çka keni me bo në qatë rruga, keni me kry qatë rrugë? E para, ne kemi filluar një projekt tek rruga e Nën Hekurudha me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku është e parapone prej rrethit të Ismetit të ndërtohet deri te rruga Pajazet Islami. Ajo rrugë do të vazhdojë nga qeverisja komunale me investimet tona prej rrugës Pajazet Islami deri në hyrjen e fshatit Miradit e Epërme për banorët e Fushë Kosovës për deri mbrapa Hip Petrollit. Ajo rrugë përfshin edhe lagjen 28-29, do thotë ky do të jetë një rrugë që do të inkuadroj edhe ata në qasjen në infrastrukturën e nevojshme. E po ashtu rregullimin e gjitha rrugëve. Jetë për lagjen 28-29. Po. Edhe po thu që e kryn. Në cilin vet kryhet? Nëse ti në 2 vitet e ardhshme. Në 2 vitet e ardhshme, sepse është një rrugë që neve na kushton 2.7 milion euro. Okej, kjo është dhe këto do ta bëjmë investimet tona vetanake. Pjesën e dytë, pjesën e parë e ka marrë përsipër ministria. Ish mandati e ka punësuar një mësuese të atij komuniteti, po më intereson a kemi vazhdu punësimin, sa kemi rrit punësimin për çati komuniteti në edukim. E para të gjithë qytetarët të Fushë Kosovës të jenë të barabartë. Do t'i respektojmë të gjitha kuotat që janë të parapone me ligj që të jetë i përfshin komuniteti Ashkali, Rom dhe Egjiptian në Fushë Kosovë. Është fatkeqësi e madhe një komunitet që ka 1% të madhe në Fushë Kosovë të ketë vetëm një arsimtare në shkollë. Do thotë kjo nuk do ndodhë me qeverisjen. Qysh do të jetë? Me qeverisjen tonë do të jenë të përfshirë të gjitha dikasterët e komunës edhe në administratën komunale. Po ju si qeverisje VV nuk e keni përmbush kuotën në pjesë tjera të qeverisjes? Po flasim për Fushë Kosovë jeta, unë flas për Fushë Kosovë. Unë do të jem kryetari i Fushë Kosovës. Faleminderit. Besnik njëjtë, po më intereson që kjo rrugë kur ka mu kry nëse ju veni pushtet? Asfalti, rruga është 3 rrugë, 028 dhe 029 janë në buxhetin që është miratuar për vitin e ardhshëm. E dyta, premton që kryhet. Po është në buxhet, është i miratuar, në janar do të më fillu procedurat edhe ka me kalu në ekzekutim. Veç po du me ditë vjen ai përmbarus, ju merr paret për kontratë kolektive. A e çoni drejt te rruga e rëmbë me ju marr çaty parë? Jo, tash për përmbarusi besoj që do të kemi një mundësi tjetër me bisedu që të mos e humbim fokuset e një çështje shumë e rëndësishme që ka të bëjë me komunitetin. Se edhe ajo që thatë jo shumë e rëndësishme. Në qeverisjen time, drejtoria për mirëqenie sociale do të udhëheq nga ky komunitet. Është një dakordim i plot, sepse nuk dëshirojmë vetëm njerë që vinë sa për syje faqen në komunë,
por dëshirojmë përfaqësim dinjitas të komunitetit dhe përveç në kryetarit për komunitetet që takon me ligj, për shkak të përqindjet që kanë, drejtoria për mirëqenie sociale do të udhëhiqet nga komuniteti. Ne kemi dikon rreth 20 punonjës të këtij komuniteti që punojnë gjërësisht në administratën komunale, por fatkeqësisht kemi vetëm një mësuese dhe fatkeqësisht javën e kaluar kemi vetëm një stomatologe. Mirë, a keni me rrit numrin e mësuesve? Numrin e mësuesve patjetër që ka më rrit. Ne kemi një shkollë ku nxënësit shkojnë bashk, mësojnë bashk, edhe ne kemi dërguar mësuesen edhe për certifikim sepse do të marrë licencën menaxheriale për të administruar me shkollat dhe do të jem shumë i lumtur nëse kryen me sukses që do të jetë njëra nga kandidatët potenciale me udhëheq edhe si drejtoresha dhe atë shkollë. Faleminderit. Valon? Po bjen ndesh me ato që tha më herët, që nuk kemi bu koalicion për ndarjet pushtetit. Do të thotë ka ndarje të drejtorive për partnerët e koalicionit, si do që tjetë. Përveç ne mendojmë që zyra për kthim dhe komunitetet duhet bëhet drejtori dhe atë duhet ta udhëheqin komuniteti Ashkali. E para, e dyta, para se me përpësej që gjatë emisionit do të kemi rastin që të plasmi, mirë, po një problem kryesor që është në Fushë Kosovë, para se të plasmi për gjanat të mëdha infrastrukturore është uji i pishëm dhe kanalizimi. Do të kemi lagjet e tona në Fushë Kosovë që kanë probleme me kanalizim, edhe kemi fshatra në Fushë Kosovë që kanë problem dhe mungesë të ujit. E në qeverisjen tam ju premtoj në 2 vitet e ardhshme, asnjë banor, asnjë familje nuk do të jetë pa ujë në ujësjellës. Unë çka dëgjova për planin për arsim të juaj. Nuk niva, a keni me rrit buxhetin sepse momentalisht për arsim, momentalisht i keni veç 2 investime, 2 shkolla. Ku do t'i çoni paret? Qështu është në buxhetin e ardhshëm? Urna Besnik. Programi qeverisës janë 8.7 milion euro për arsimin vetëm në qytet. Pa llogarit shkollën Lismiri dhe pa llogarit qerdhat në 3 fshatra që unë i përmenda. Ku shkojnë që do 8.7? Tregona projekte. 8.7 milion euro janë 3 shkolla të reja, janë 3 anekse të sallave të sportit, janë 3 qerdhe të reja në qytet të cilat do të bëhen. Është pjesa tjetër në arsim që përmenda digitalizimin edhe është energjia solare sepse kemi fillu një projekt shumë të mirë me 3 shkolla pilot që kemi zbatu dhe dëshirojmë që shkollat t'i lirojmë nga shpenzimet e kostave për energjinë, të heqëm thëngjillin edhe të heqëm drurin nga shkollat, edhe do të vazhdojmë energji solare sepse janë rreth 1 milion euro të parapome. Kështu që investimet janë të sakta, janë me ekspertet, janë të planifikuara sipas kostave të tregut. Këto 8.7 edhe njerë janë për 3-4 vjet, apo është për 1 vit? Ja, është për 4 vjet. 4 vjet. Kjo është një projekt që do të filloj edhe do të vazhdoj. Shkolla në zonën e Liza 900.000, Femilla Drosi në rrugën 900.000, në rrugën Tajr Zemajlot 900.000, është ndërtimi 3 qerdhe të kompleksit 300, të zona stadiumit të qytetit edhe të zona e rrugës Femilla Drosi. Fola vetëm për qytetin. Okej. Njëjtë e kini minut Valon për investimet në arsim. Ku shkojnë sa pare i dedikoni në arsim? 4 vitet e ardhshme. Ne i kemi planifikuar 11 milion euro në arsim. Do të thotë, ndërtimi i shkollës së të re në qytet që do të jetë 1.5 milion euro, kampusi shkollave të mesme 5 milion euro, duke pas parasysh që këto shumica e projekte do të jenë edhe bashkëfinancim. Të jemi të qartë, renovimi i shkollave të vjetra, që do të bëhet izolimi i tyre, sa i përket ngrohjes qendrore, sa i përket ngrohjes së shkollave, ne kemi të parapanë ndërtimin e impjantit për ngrohjen qendrore të qytetit, që do të jetë një projekt për 55 milion euro dhe do të financohet bashkëfinancim me Qeverinë e Republikës së Kosovës, KFV dhe Bergën. Kemi një studim të parafizibilitetit që ka bërë Banka Botërore e që ka parapo që Fushë Kosova e ka terrenin e mirë për të bërë ky investim dhe do të jetë investim që do t'i prek të gjithë qytetarët duke përfshirë edhe infrastrukturën arsimore e po ashtu ndërtimin e kopshteve të reja në fshatra dhe qytete. Do të thotë 11 milion euro janë investime që do t'i bëjmë në arsim. Shto këtu që ngroja qendrore do të jetë e marrur nga Keku, Termocentrali Kosova A. I përmeneni 11 milion, kallëzomi vendet përveç atyre që i the, ku shkojnë këto 11 milion? E përmena. Kampusi shkollave të mesme do të bëhet në lagjen Nakarad. Ndërtimi i shkollës fillore do të jetë në lagjen Eliza. Ndërtimi i qerdheve publike do të jetë në Bardh, në Slatin, Vrogoli, Miradi e Epërme, edhe po ashtu në lagjen Nakarad. E përmeneni detaj interesant kime pru prej Kekut në zemën qendrore në krejt shkolla. Qysh e merr? Jo këtë shkolla, këtë qytetin.
duke përfshi edhe shkollat. Do me thonë ti po do me bu nxemje qendrore në Fushë Kosovë, e cila s'ekziston momentale. S'ekziston, ne do ta bëjmë. Është projekt që kushton 55 milion euro. Apo menon ti që e kryen për një mandat? Jo, për një mandat nuk kryet, fillon në mandat. 55 milion. Lutna, fillon në mandatin e parë, është So projekt. pare po investon, menon, so pare ki menu me investu në çet mandat 4 vjeçar në nxemje qendrore. E para neve na mbetet me bë studimin e fizibilitetit si komun, ato do ta bëjmë qysh në vitin e parë që do të hymë. Kurse pjesën tjetër, gjatë këtij viti do të gjejmë fonde nga Bergje dhe garancione nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Ka marrë garancinë nga Qeveria e Republikës së Kosovës që do të na mundsoj që të jetë në bashkëfinancim me neve. Njëkohësisht e kemi bllokun A3 të Kosovës A që do të hyjë në rehabilitim dhe komplet energjia termike që do të jetë nga termocentrali Kosova A do të shfrytëzohet vetëm për Fushë Kosovën. Qasja është e lehtë, afërsinë e kemi shumë afër me termocentralin Kosova A nga rruga Pajzit Islamit që lidhet me Mirë, 55 milion po menon që kushton sa zgat që kjo 2 mandate? A një mandat? Si projekt. Një mandat the ju, 2? Si projekt, me fillim deri në mbarim të projektit kush është 6 vite. Okay. Këto e kanë thënë ekspertat dhe komplet këtë shumën financiare që është nxjerr është sipas çmimeve aktuale që kanë bërë nga inxhinierat e Termokosit. 2 minuta për nxemje, Besnik. Po, studimi është bërë nga Termokosi, edhe është bërë nga Komuna Prishtinës në bashkëpunim me qeverinë. Ka së projektet e Fushë Kosovës fizibiliteti u bë që vlen vetëm për qytetin, për fshatrat nuk ka fizibilitet ekonomik. Është bërë konstruksioni financiar, nuk kushton 55 milion euro, kushton 76 milion euro, 24 milion euro kushton vetëm infrastruktura toksore, pjesa tjetër nuk do të jetë do thot me nga termocentrali, po do të jetë me ngrohje termike përmes energjisë solare, janë përcaktuar pozicione në zonën e Mazvitit, është projekti madh, na do të më punu me ndërkombëtar, do të më realizu këtë projekt. E kam pjesë projektit, kam thonë qytetarëve, nuk keni me pas ngrohje pejme në 4 vjeçarin e parë, por keni me pasat një pjesë të investimeve dhe të zotimit tonë për infrastrukturën dhe do të punojmë me partnerët që 4 vjeçari i dytë ta sjellë ngrohje në qytetin e Fushë Kosovës, sepse ka fizibilitet ekonomik shumë të mirë dhe financiar. Faleminderit. Valon? Para, unë po flasë për gjendjen reale edhe situatën të cilën jemi në Fushë Kosovë e njëkohësisht mundësit reale që do të më bëjë ky projekt. Jem të folë për projekt konkret që merret energjia termike nga termocentrali Kosova A. Unë nuk po flasë për energji diellore, sepse ti the që ka më bëu fizibiliteti, a Besniku po thotë që është i bën fizibiliteti. Para fizibilitet është ajo. E ko gabim është para fizibiliteti që ka ndodhur. Mirë, a s'mundet më përdor çajo? Se duhet me harxhu para alo në fizibilitet? Jo, është e parapone me rregullore, është në faza para fizibilitetit, mane fizibiliteti vjen. Sido që tjetë është një projekt që 10 vjet është përmend në Fushë Kosovë dhe nuk ka pas hapa drejtim kësaj. Domethënë kjo është modeli qeverisë që e kanë bërë këta. Edhe mendoj që të njëjtën e bëjmë prapë, edhe 10 vjet tjera me këta nuk bëhet. Urna, Besnik. Mikrofonin më se na lësh, lutna. Eti ka thonë jo me termocentralin, po energji solare. Para fizibilitet, unë e thash është studimi i parë i konstruksionit financiar dhe efektshmërisë së fizibilitetit dhe kjo është rezultati që ka dalë. Mbi bazën e këtij dokumenti shkohet në fazën e dytë dhe tashmë nuk kthehen syt ka termocentrali. Tash kthehen syt ka kosto nga ngrohja termike solare, edhe kjo është një dallim i madh në koncept. Për sqarim, sepse nuk e kanë parapo ata që kanë bërë studime para fizibilitetit që termocentrali Kosova A hyn në rehabilitim të thellë. Do të thotë jemi para një faze që Kosova A hyn në rehabilitim të thellë dhe është mëkat nëse nuk shfrytëzohet energjia termike që prodhohet nga ai termocentral. E ne kemi fatin, afërsinë që kemi me termocentralin Kosova A dhe këtë projekt do ta jetësojmë sipas kushteve ekzistuese që do të krijohen brenda 2 viteve të tashme. Nëse Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim edhe KFV-ja bën gabime kaq trashanike edhe nuk e ka informacionin që do të bëhet një studim tjetër, unë po pajtona me zotin Përbeza mund të jetë edhe ashtu. Unë i besoj një dokumenti ndërkombëtar të studiuar nga ekspertët me renome dhe të ekspertëve vendor. Po nuk e hulli poshtë, mund të ketë drejt zoti Përbesa, mund të jetë ndashta se komo renovu termocentrali A edhe na kena me marrë nxemje aty, nuk e di. Mirë, është debat interesant që na çelë Valon ti po thu ke mu mbështetën Kosovën A, a në strategjinë për energji Kosova A nuk është e parapame me punu të ankohen. Është termocentral rezerv e keni parapo vetë ministria ku punon ti. Lutna, unë po flas për gjendjen reale që është. Keku me investime vetanake ka parapo rehabilitimin e komplet termocentralit të A3-shit, blokut A3.
Do të energjia termike që shfrytëzohet nga ajo. Strategji po shkruan është termocentral rezervë. Sido që tjetë, A3 do t'i prodhojë më 215 MW energji elektrike për tregun e Kosovës, kështu që strategjia ndoshta e ka thonë atë gjë, mirë po unë po flas për investimet që po ndodhin, s'pe kontestoj ato që po thoni, unë po flas për gjendjen reale që po ndodh. Keku me investime vetanake është duke kryer A investime. duhet tashti me majt qel termocentral no veç për fush Kosovë, të qenë ju me bo zgjidhje me energji alternative solare. Bashkë po më intereson çush e ki menu ti, a ki menu energji alternative me u zëvendësu diqysh qymyri? Mos mu djegë qymyri, po alternativa, a kina i plan? Po, alternative kemi fondet që mund të merren nga Qeveria e Republikës së Kosovës për solare në për shkolla, në për gjitha objektet publike. Ato janë që shkojnë me direkt për fondet për eficiencë të energjisë. Po për ngroje me nova. Unë e kom para po me ngroje në këtë model, edhe këtë model do ta implementoj. Interesant, okej. Nëse termocentrali nuk kryhet, s'kryhet as rehabilititi. Termocentrali kryhet. Rehabilitimi i tij? Kryhet. Okej. Po du me dalë, faleminderit për këtë shpjegim, edhe nivelin kogja teknik, cilin e kemi në ngrohjen, është ngrohja në fush Kosovë është sfidën veti, gjithë ato ndërtesa që janë ndërtu pa ngrohje qendrore. E tash po du me dalë te shëndetësia. Raportin e performancës, fush Kosova renditet në vendin e 7 për shërbime shëndetësore, tash në kornizën afat mesme buxhetore komunale që e kanë analizu kolegët e mi hulumtus, fush Kosova për shërbime të shëndetësisë primare i ka nda buxhet prej 1.625.000 eurove. Cilat janë projektet për shëndetësi për 4 vitet e ardhshme? Ku shkojnë të hollat? Projektet në fushën e shëndetësisë po më interesojnë, a mujmë veç me kaq fonde me mbulu 4 vitet e ardhshme? Po fillojmë tash prej teje, Valon. Po, në shëndetësi kemi para po ndërtimin e QKMF-s të re që do të kushtoj 4 milion euro, zgjerimi dhe renovimi qendra të mjekësisë familjare në fshatra, e po ashtu autoambulanca të reja për shërbim urgjent dhe kujdes në shtëpi në vlerën prej 500.000 eurove. Po ashtu e kemi një shtëpi të shëndetit që është në lagjen Dardania, do ta bëjmë me 2 ndërrime si shtëpi të shëndetit, sepse ajo është shtu në diellë nuk punon, me sa kujtoj tani këtë janë bërë disa veprime në ku fushatën ndodh që për kohë të fushatës e kanë bërë edhe me punu shumë në diellë, nuk e di sepse të na fush Kosovë ndodh gjithçka. Sidoqë tjetë, do t'i përmirësojmë shërbimet në komunë të fush Kosovës dhe do të përkujdesemi që banat esenciale të jenë me bollek në fush Kosovë. Një gjendje që kemi në fush Kosovë është sepse në mungesë të evidencave, në mungesë të transparencës, në mungesë të dhonave, shpesh qytetarët e fush Kosovës nuk marrin trajtim të mirë në fush Kosovë, e po ashtu do të heqim tarifën prej 5 euro që është për qytetarët e luginës së Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovcit, si taks që është duke u pagu për ofrimin e këtyre shërbimeve, e po ashtu të gjithë qytetarët që jetojnë në fush Kosovë do të kenë tretman të barabartë, do të jeket kjo tarifë. Faleminderit, po më intereson për qëtyne investimeve, ndërtimi QMF-s në Gjergj Fishta, Obori, ndërtimi shtëpisë për të moshuarit fshati Miradi. A keme i majt, Valon, nëse bosh kryetar, a i hek këto e diçka? Është duke zhvillu projekte që janë në zhvillim e sipe, nuk do t'i ndalim. Të jemi real, nuk do t'i ndalim ato. Faleminderit, Besnik. 2 minutat për shëndetësi. Mikrofonin qele edhe maje e qel. Po e filloj me këto. Tarifa 5 nuk është caktuar nga komuna, caktuar nga Ministria e Shëndetësisë me një udhëzim të veçantë administrativ. Unë personalisht kam shkruar letër, e kam lut, a ka mundësi me heq sepse kemi qytetarë që nuk kanë në shtetësi, jetojnë shumë nga lugina, edhe nuk është të bua më shumë u heq, unë besoj që do të gjejnë alternativa që të heqin. A di që do ta heqë qeveria, a det mund të zbatohet në nivelin komunal. Pa u heq atje, tarifa 5 euro vlen, ajo që ne kemi bo është po e subvencionojmë si komunë qytetarët për shkak të këtij shërbimi që besojmë që në mënyrë të padrejtë është bo. Sa i përket shëndetësisë, është ndërtimi i 2 objekteve AMF-ve, njëna në zonën e stadiumit në lagjen Kolonia, e cila do të bëhet. Kemi stacione policisë, ja kemi dhënë tokën stacionit policisë, tokën pronë komunale, me vendim kuvendi komunal, aty ku do të lirohet, do të kthehet në AMF-n e dytë në qytet, për mos me bën në investim të ri. Kemi qendrën emergjente 700.000 euro që do ndërtohet, edhe javën e kaluar kemi hapë qendrën stomatologjike. QKMF-n e kemi renovu, është mirë, po kemi nevojë që të kemi një qendër emergjence me një qasje më të mirë në mënyrë të veçantë, sepse përveç që ofrojmë shërbim për banorët e tonë, jemi edhe në një udhkryq të rëndësishëm të 2 autostrada dhe shpeshherë ka nevojë që edhe qytetarët e vendeve tjera të marrin trajtimin e parë dhe ndihmën e parë emergjente aty, dhe kemi bërë bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë. Një replik.
në ish stacionin, tani stacionin e policisë do të vendos një ambulant 3. Do të vendosim ambulant 3, do të mërmetojmë kur stacioni i policisë do t'jeke sepse është pronë komunale. Ato janë kushtet të tmerrshme për policinë e Kosovës, atë ai objekt duhet. Po do të bëhet renovimi, do të bëhet As renovimi nuk kryen punë. As renovimi nuk kryen punë aty. Okej, ku e marrën ti, Valon? Ku e marrën ti? Jemi të qartë. Ndërtimin e ÇKMF-s së re do ta bëjmë në zonën ekzistuese që në Bresje. Do të thotë Fushë Kosova nuk ka nevojë në shpërndarje kaq. Do ta prishni të vjetrën? Fushë Kosova nuk ka nevojë kaq të madhe për shpërndamje të shërbimeve në gjithë Fushë Kosovën. Duhet bëhet një qendër e mjekësisë familjare që në ÇKMF që i ofron gjitha shërbimet dhe do të jetë e ngarkuar me staf esencial, me staf nevojshëm dhe me staf të mjaftueshëm. Do të heqet ky modeli i dhënies së shërbimeve me shoqatën Caritas, ku është duke u bërë një padrejti e madhe ndaj atyre punëtorëve me vitet të tona. Ata punëtorë do t'i marrim në kuadër të koha urdhave në kuadër të komunës. Ne kemi mungesë të madhe të stafit dhe jemi detyruar që të marrim shërbimet e kontraktuara të lejuara me ligj dhe në fillim të këtij emisioni folëm për padrejtitë që janë bërë qytetarëve të komunës së Fushë Kosovës dhe Fushë Kosovës edhe për të punësurit, po edhe për buxhetin kapital. Janë 65 milion euro investime kapitale që komuna e Fushë Kosovës i ka humbur gjatë 10 vjeçarit të kaluar, e për cilat nuk ka fajtur Albin Kurti. Sepse nuk ka qenë në qeveri. Janë qeveri me radhë deri te qeveria vjet kur është bota të regjistrimi popullsisë dhe në vitin e ardhshëm fillojmë të thotë me këtë pjesë. Qendra veç pak. Mu po më intereson që ky modeli Valon e the diçka që kemi hek modelin e Caritasit që është formë me i angazhu punëtorët për shkak se ministria s'lejon ngritjen e punëtorëve. Kallëzom qysh i punson ti punëtor shëndetësor. Para. Kjo ngecje në administratë të komunës, duke përfshi arsim dhe shëndetësi, nuk është si pasojë e qeverisë të kaluar, është si pasojë e qeverisë së tanishme që ka ndodhur në Fushë Kosovë duke mos regjistruar banor që jetojnë në Fushë Kosovë. Kjo sigurt kishte ndodhur ndër vite. Granti qeveritar për komunën e Fushë Kosovës do të ishte i parapon ato miliona që po i përmend zoti Osmani, nuk do të ishin humbur. Regjistrimi ka kallëzuar që ata jo regjistru. Kur shkut jo me imot si ose Agencioni Statistikave imoti ata ishin të regjistruar. Tani, në regjistrimin e fundit të popullsisë, po, ka ndodhur një nivelit qendror e moti. Sidoqë unë po flas ndër vite. Ka pas modele që të inkurajohen qytetarët që jetojnë në Fushë Kosovë që të regjistrohen si banor të Fushë Kosovës. Është një çështje e cila kushton 5 deri në 10 minuta për të kryer si proces. Nuk kanë pas interes për të regjistruar ta banor. Kemi në Kallxo.com kemi pas presion prej qytetarëve të Preshevës, të cilët me politikën qendrore nuk kanë mujt mu regjistru se u dushin mu çregjistru në për Preshevë. Ata kanë ardhur me jetu në Fushë Kosovë, knes kanë mujt mu çregjistru për e Preshevës me zvoglu popullatën aty. Është shumë e komplikuar se veç me dasht komuna. Valon, nuk është çaq e thjeshtë. Nuk jemi të fol vetëm për qytetarët e Luginës së Preshevës, jemi duke fol për qytetarët të Republikës së Kosovës, që është një numër i madh që vjen nga komuna tjera. Vetëm këta të ishin të regjistruar, granti qeveritar do të ishte ndër vite më i lartë. Besoj që është mirë edhe për Valonin, po i thoj me emën, për me respektuar më shumë. Nuk ndikon në buxhet kush regjistrohet në regjistrin civil. Do të më bëjë regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare që me ligj bëhet në 10 vjet. Vetëm ai e dikton numrin zyrtar, shifra zyrtare të popullsisë në një komunë. Që tash mu qua edhe 500.000 banorë marrë në komunë të Fushë Kosovës e më regjistru në komunë, nuk kanë vlerë për ndikimin e tyne në buxhet. Qytetarët duhet të regjistrohen sipas ligjit. Jetë të thonë që Agjencia Statistikave është boza. Nuk e bën komuna e Fushë Kosovës, nuk e bën komuna e Prishtinës, nuk e bën asnjë komunë, e bën qeveria e Republikës Kosovës përmes Agjencionit Shtetëror të Statistikës dhe ka bënë një punë të mrekullueshme vitin e kaluar. Me shpjegu çfarë modeli mendojsh ti që e pranon Ministria ju i Financave, që kështu ashtu është konservative për me dhënë buxhet komunave, e kish pranu këtë mod. Unë e dhash si vrejtë që nuk është bën ndër vite nga komuna e Fushë Kosovës regjistrimi i banorëve dhe me një presion që duhet t'i bëj nivelit qendror, granti qeveritar do duhet të rritet për Fushë Kosovën ndër vite. Shto këtu, qeverisja e fundit, jo vetëm se përfaqësoi unë lëvizje vetëvendosje dhe më kandidat nga lëvizja vetëvendosje. Komunën e Fushë Kosovës e ka pa me një formë të veçantë, sepse ka dhënë norma që as qeverisjet e këtyre që kanë qenë në nivel qendror nuk kanë dhënë norma për arsim dhe shëndetësi. Janë norma të lejume ende pa u bërë regjistrimi i popullatës.
E qysh e ja bën ti, nëse bosh kryetar komune dhe 3 të ty popullata, se cilën herë vinë banesa 3 atu vo, ata regjistrohen, po në fund ministria sta nje se so bo regjistrimi popullatës. Çka i bën ti? Unë do të bëj presion të vazhdueshëm në nivelin qendror. Gjithë në krej debatet ka folë për rritjen e popullsisë, llaf ka bo sa dush. E vërtet që këta llav kanë bo sa dush, shumë e vërtetë, këta veç llav kanë bo. Edhe ti ki me bo llav, nuk ndrohet formula nëse se mat ASK-ja. Nuk ndrohet formula. Une ka me bo presion të vazhdueshëm nivelit qendror që çdo matje e re që do të bëhet në fushë Kosovë të inkorporohet në buxhet. Po si do që tjetë, ne kena edhe një formë të mbushës së buxhetit që nuk është shfrytzuar asnjëherë në fushë Kosovë. Ato janë leje ndërtimore dhe tatimin pronë. Kemi një skemë të buxhetit i cili është përkeqësor në fushë Kosovë. Kështu që këto janë tyrat kryesore në fushë Kosovë në 5 vitet e ardhshme. Besnik. Unë nuk do t'i bëj presion qeverisë me shkel ligjin se me ligj regjistrimi bëhet veç në 10 vjetë. Unë do të kërkoj nga qeveria të respektoj komunat edhe t'i përkra me fund dhe shtesë. Po të njëjtin kohë t'i përkra edhe me resurse humane, edhe teknike, edhe administrative, edhe të bëhet një partner serioz që të punojmë bashkë për qytetarët. Po është shumë e vërtet që të hyrat vetanake mund të rriten në komunën e fushë Kosovës, kemi shumë prona të parregjistruar të atim pronë që mund të rrisin të hyrat, e aq më shumë ne kemi të arktueshme që nuk janë mbledhur në komunën e fushë Kosovës 6.3 milion euro. Puna jam si kryetari komunës, kur të shkoj një javën e parë do tjetë që të kemi një drejtori efektive të zhvillimit ekonomik ku mbledhen të hyrat, edhe ta mbledhin borxhin për 6.3 milion eurove i që është grumbulluar që 4 vjet në komunën e fushë Kosovës, sepse këto pare janë të komunës dhe do të miksy në projekte kapitale edhe në mira publike. Po du me ju qu të tema e shërbimit publike, përveç nëse keni naj replik, Valon, apo të replik? Një replik, do të thotë po pranojnë stagnimin në qeverisje deri tanishme. Do të thotë me orë këtu edhe me thonë që nuk i kemi mbledh deri tash, po do të mbledhim, kjo është më së hajgore me popullatën në fushë Kosovë. Unë ju garantoj, sepse sipas edhe dhonave që janë në komunë të fushë Kosovës, nuk di a mbledhen më shumë se 20% të ndërtimeve që kanë ndodhur në fushë Kosovë. E shto këtu leje ndërtimore. Kludna jeta, veç një sqarim të shkurtër. Sa i përket lejeve ndërtimore, kemi një raport të Zyrës së Kombëtare të Auditimit, i cili e ka bërë për vitin 2022, 2023 dhe 2024. Pikërisht në kohën kur ka dalë nga Zyra e Auditimit, ku thotë nga 19 prej 21 mostrave të audituara është të kaluar numri njësive banesore për 1 hektar tokë nga në 58 banesa. 58 banesa, më shumë në fushë Kosovë për 1 hektar tokë. Nëse morëm shifrat, lutem vetë të sqaroj. Nëse morëm si shifrat një numër prej 30 hektar tokë në fushë Kosovë të ndërtimit, atëherë i bën me 1000 banesa më tepër duke të kaluar leje ndërtimore. Çka kanë bërë këta me këtë? Vetë të sqaroj lutna. Kanë humbur mesatarisht 125 parkingje në fushë Kosovë, kanë humbur mundësinë për çerdhe publike, kanë humbur mundësinë për kënd lora për fëmijë, kanë humbur mundësinë për vendosjen e qendrës së mjekësisë, për vendosjen të shërbimeve tjera komunale, do të thotë e kemi një raport detaj. Koha. Faleminderit Valon, 1 minutë për ty Besnik. Shoje mikrofonin. E 36%, 36% ma shumë se planifikimi. Unë fola për borxhin e vjetër që quhen të arktueshme, po është një gjuhë teknike dhe nuk muj me shpjegu thot këto në këtë format sepse duhet thot në aspektin profesional me e trajtue. Thot sa i përket auditimit, unë pajtona plotësisht, në çështje. Ata që janë përgjegjës duhet të marrin masa për auditimet. Valoni ka qenë përgjegjës për ndërmarrje publike ku është dhënë opinioni kundërt, po s'ka marrë asnjë masë. A dini çka do të thonë opinioni kundërt kur jap dikush? Leçi po mungon milli, po e kanë marrë edhe tepsi. Thot nuk ka kur gjum aty, auditori nuk gjuan as letra, as gjurmë. Janë raporte nga Zyra Kombëtare Auditimit, janë të qashme edhe mund të shihen, njësoj siç po e publikon edhe raportin dhe unë u besoj raporteve të Zyrës Kombëtare të Auditimit. Pra, për që ata do të me shku në kryetari komunës, me i permisu atë, për që ata do të me shku dikush atje në qeveri, me i permisu atë opinionet e kundërta të ndërmarrjet publike. Lutna, ky nuk do të marrë në komunë, si kryetari komunës, sepse ky do të jetë ombrell, vazhdimi i ombrellës që ka pasur në Zyrën Kombëtare të Auditimit për këtë parregullësi që ka ndodhur në fushë Kosovë. Pikërisht prej ku ka dalë ky, kemi një raport profesional. Kemi një raport ku krejt gjonat që ka ndodhur në fushë Kosovë, e që menoj që është një strukturë kriminale, mbi 20 vite në fushë Kosovë që ka ndodhur, një strukturë kriminale që në Ballkan nuk e gjon, ky ka qenë ombrell për 5 vjet sa ka qenë në Zyrën Kombëtare të Auditimit. Qore prej kur ka dalë ky, kemi një raport konkret, që me këtë raport unë ftoj prokurorin, ftoj hetimet,
që ty në Fushë Kosovë dhe të merren me këtë problematikë. 30 sekonda. Edhe unë ftoj prokurorinë e gjykatësinë që ti trajtoj të gjitha një nga një, edhe në nivelin qendror, edhe në nivelin lokal. Edhe isë Veç pak ta përfundan. Më falë se... Urna Besnik, koha jote. Për punën time se auditori përgjithshëm kanë folë të tjerët. Ka folë prej Amerikës deri në Afrikë, kanë folë mediat, ka folë shoqënia civile, për mua është një kapitull i mbyllur dhe nuk i kthehem kurrë sepse e kanë kry kapitullin si auditori më i mirë ndërkombëtar i shpallur. Thot, ata që e marrin vesh auditimin, me pyet Valionin edhe çka është auditimi, e ka probleme na shpjegu. Pjesa tjetër, po, prokuror të tjerët dohet me shku edhe me hetu çdo paligjësi kudo që bëhet në të gjitha nivelet dhe unë do të jem ushtar i madh. Në komunën e Fushë Kosovës, duke qenë unë auditori përgjithshëm, kam dhënë edhe opinion të modifikuar, sa për shembull, si auditori përgjithshëm i kam dhënë opinion të modifikuar edhe qeverisë, edhe Isa Mustafës, kryeministër, edhe Kuvendit Kosovës, edhe Presidentit të Republikës Kosovës. Janë raporte që ekzistojnë. Veç një pyetje kam. Pse se ke auditu kur komunën e Fushë Kosovës edhe leje ndërtimore? As t'ka pengu ty që ky kaos urbanistik ndër vite në Fushë Kosovë dhe mu marrë me këtë punë, sa i përket punës që ke bërë në komunë që 3 vjet. Puna e parë, po thon puna e parë. Ndër punët e para ka qenë shkarkimi i drejtorit auditimit, zoti Shoqëri Krasniqi, i cili tani veç është kthy sepse është vendim i paligjshëm, njëkohësisht ka qenë dhënia leje së kamerave për shokun e vet. Shokun e vet është zëvendës drejtori në zyrës kombëtare të auditimit, e cilin e ka koleg të vjetër, aty puna e parë është çiketina. Si ka në komunë të nderën e kamerave shokut vet. Koha. Ky model mbaron. Mikrofoni. Nëse dikush ka marrë të nder mos e marr në komunë, ajo kompani ku pas ka punu Ilir Sali, unë japi dërheqje sot nga gara e më të tjeshme. Është e pasakt. Unë po e sfidoj. Valion Përveza, këqyrëm drejt. Nëse kompania, jo, më falë, kërkoj falje për këtë. Nëse kompania, ku punon Ilir Saliu, ajo kompani, o shpall fituse, mashkurit sime, në komunën e Fushë Kosovës, unë japi dorëheqje publike. Po besoj që kjo është që mund me vërtetë. Shkojnë atë e dyta, te shoqëria. Mu po më vjen keq se kam shumë respekt për familjen e tij dhe për shoqërinë. Po nuk e kam shkarkuar, ka shkarku drejtori i komunës, kryetari i komunës. E treta, shile pa vonë se ke shkarku bre. Apo mpreta. Pse se ke mbrojt? Pse ke mbrojt si koleg? 20 sekonda të kalun. Pse se ke mbrojt si koleg? Mirë. Veç qitoj kam si sharem. Ama bëni pyetjen. Po veç pse se ke mbrojt si koleg? Unë një koleg temin ku do me kon. Po ta hapi me kon e mbroj. Pse se ke mbrojt një koleg tonën? Hajde ta ndëgjojmë përgjigjen Valan, ta ndëgjojmë. Pse se ke mbrojt? Këshilli pavarur nuk e ka kthyer edhe sot auditorin në punë. Nuk e ka kthyer. Çka është letra? Vesh nuk po i lexon Valioni letra. Jo më i lexoj unë. Çka është letra? E ka qitë edhe në ditë studi ka thonë ç'e ka kthy. Unë po ja jap. Çfarë thot letra? Tasheni letra ka kërku shënime shtesë nga kryetari i komunës lidhur me procesin e vlerësimit dhe do të merret në vendim final atje. Po, unë mbroj auditorët kudo që jenë, uroj që shqyqa të kthehet në punë nëse ka të drejtë dhe besoj që drejtësia vjen veç përmes ligjit dhe institucioneve përgjithshme. Lutna e ka largu prej punës sepse i ka 53 lëndë që i ka dërguar në krime ekonomike. Ai edhe dje ka dërguar lëndë në instancat e drejtësisë, kështu që është shibël sy për ta. Kjo mund pengon, një auditor nuk e mbron kolegun e vet. Zyrën e auditimit në Fushë Kosovë nuk e dia ka kompjuter. Ai djali veç rën, që është tu e zavencu apo është duke punu në atë zyrë të auditimit. Kjo sa i përket një detaj që na iki, thanë 136% të hyrat të kaluara. A di pse ndodh kjo? Planifikimi i keq. Këta e kanë i farë pragut tult, mënyrë që kur te kalojnë pragun me dol me thonë, na e kena te kalu. Pa dhe pse ndodh kjo? Sepse ato të hyra keq përdoren në fund të vitit. Koha. Besnik? Valoni nuk pëmbroni auditor, pëmbroni antar televizit vendosës, sa për konfirmoj, tha dhe ka shlande dhe dje dhe kaq edhe ka. Një auditor nuk do të me shkun parti politike, edhe mu përzi me parti politike. Nuk është antar edhe me full. Dhe kjo është sa i përket. Nuk është antar. Sa i përket planifikimit e buxhetit. Nuk është një planifikim që Komuna Fushë Kosovës e bën kryen veti. E bën në bazë të kriterë me dakordim dhe me aprovim të plot të Ministrisë së Financave. Po du me ju kthy te një temë, komuna e juaj e stërngarkuar ka aspekti urban, ka probleme si krejt komunën e Kosovës, po sidomos e juaja me qasjen për persona me aftësitë kufizuara. Për që ato po du me ditë, çka keni me bo me siguru qasje në trotuare,
me siguru qasje me pjerina në për ndërtesa publike, ndërtesa lokale, me siguru toalete për persona me aftësi të kufizuar, po më interesën parkingjet edhe punësimi, cili është përkushtimi juj për personat me aftësi të kufizuar që muj me jetu në Fushë Kosovë, po filloj për te e Valjan. Po kemi në Fushë Kosovë jetojnë disa, po të thëmë një numër i madh i kësaj kategorie, me aftësi të veçanta, ku kushtet për të jetu janë shumë të rënda në Fushë Kosovë. Kemi trotuarët që nuk përshtaten me mundësit për të bërë një jetesë normale, kemi hymje banesore të cilat ju pengon për të bërë jetë normale, kemi lifta që nuk funksionojnë në Fushë Kosovë, do të kemi objekte që janë pranu teknikisht ende pa u vendos lifte se si duhet, kështu që këta e kanë jetën shumë të vështirë. Çka premtoj unë? Premtoj kushtet për të jetu në një qytet normal. Duke ju përshtatur të gjitha kritereve, do t'i vendosin si kriter për leje ndërtimore kushtet sipas nevojave të tyre. Do të thotë një bashkëpunim me Hendikosin, që do të jetë që hapi parë, ku sipas dhënave të tyre do t'i vendosim si kushtzim për leje ndërtimore. Kjo e para. E dyta, përfshirja në administratë. Sipas ligjit, çdo i 49 person është e parapona me leje që të jetë nga persona me aftësi të kufizuar. Kjo është minimumi. Unë do ta tejkaloj këtë. Okej, faleminderit Besnik. Në komunë Fushë Kosovës ky minimum është tejkalu, po ne pajtona plotësisht edhe me Valjon dhe me juve që ne do të bëjmë më shumë. Sepse administrata komunale ka 110 punëtor, janë 3-4 që punojnë, po nuk është e mjaftueshme. Ka një udhëzim të veçantë administrativ që parashë procedura specifike që na mundson me i përfshihet këtë kategori edhe me përkra, edhe unë do të jem patjetër të partizani kësaj. Besnik, raporti performancës peqet Fushë Kosovën që vetëm 20% e ka përmbush kvotën për punësim. Vetëm 20%. Po e them. Në administratë në 110 mirë, në sektoret e tjerë nuk është mirë. Në infrastrukturë publike është edhe më keq. Ne kemi ende shumë rrugë e shumë vende ku kemi nevojë që të bëjmë të thotë zbarkime dhe ngarkime të përshtatshme për kategoritë e veçanta, dhe kjo është njëra prej tyre kur i kam pa në qytet Fushë Kosovës që më ka motivuar shumë, kom punu 2 vjet me shku, s'paku mi hek ato terrasa, s'paku me pastruar qytet, s'paku mi liru të hapësirat e parkingut, në mënyrë që tua mundsojmë mënyrë të veçantë kësaj kategorie pse jo fëmijëve dhe krejtqytetarët me lëvizje më lirë. Ky projekt ka me vazhdu matutje dhe projektet në mandatin tim patjetër do t'i nënshtrohen para se të publikohen të gjitha kërkesat që kanë bëjnë me këtë kategori. Në fund, nëse i fitoni zgjedhjet, a vini në debat? Besnik, nëse i fiton zgjedhjet, a vjen debat pas zgjedhor, sepse është e raport që kandidon për kryetar, nuk e di ma a vjen kur vjen pushtet. Po shohim që po vjen kur për zgjedhje, a vjen kur vjen pushtet? Unë po shkoj me një kundërpyetje, a ka njerë që më këthire s'ko marrë të 25 vjetë? S'ka, veç si kryetar komune, s'kom pas përvoj me ty. Nuk bëjmë dallim, jam i njëjti person. Edhe me të mirat e me të këqijat e mia. Edhe unë jam me behane. Krejt njerëzit jam me behane, edhe unë jam me behane, jam i njëjti person. Kuptohet. Faleminderit, Valjan. Veç edhe një sjarim se publikisht u kërku një gjatë tillë. Një pyetje kam, cilën kohë jeni në komunë të Fushë Kosovës jemi nëmë si nën kryetar? Pi cilës datë? E di. Jo, veç për ju tregoj. Kontrata për kamera është bërë në qershor të 2023-s. Dhënia publikisht. Kush e ka fitu, o 3 muaj përpara se ka qenë ankesë. Zot, e thash publikisht, kamerat mujnë me fokusu, dhënien e kontratës. Mujnë me dhënë me fokusu, t'ju the publikisht dhe unë të rekna nëse ka ndodhur një gjë tillë. Je ka shkon. Unë veç po flas me gjendë. Jo, edhe unë po flas shumë saktë, di shumë mirë çfarë po flas. Se di që më ka dhënë ekipi që të kanë përgatitur më apru këtë. Edhe që ata kesh shumë i përgatitur. Po ta them, dhënia e shfrytëzimit të kamerës kompanisë, ata që i njohin ligjin e prokurimit dhe unë e Valjon i njoh, se do të punojnë në institucione publike. Është dhënë ajo kompani shumë i përpara, derisa ka vendosur SHP-ja, derisa ka pas antar, o kthy, o kry, unë kum shkue kur e kanë qitë në të vlizar që unë shkru edhe këto jam unë në që të tërës ndodhin stovar lidhjet. Mirë, Valjan, një pyetje me rëndësi. E dim banor. Një pyetje me rëndësi. A ki me orë në debat nëse vjen pushtet? Unë do t'jemi hapun, unë do t'jemi qasshëm,
gjithmonë, çdo herë ku kërkohet edhe për ta në debat, edhe në takime qytetar. Vjena? Po, gjithsesi. Sepse Albin Kurti veç në opozit ka orte na. S'po vjen kur ka orë në pushtet. A kime marë qatë model të udheqës që deri sa je opozit pëlqen me ardhë, mas ne lasdrohësh. Vjen pushtet, karike lasdrohësh. Jeta, unë do t'jem kryetar i qytetarëve të Fushë Kosovës. Dhe do t'jem ballhapur para tyne, ata më njohin, e din, unë jam i qasshëm për çdo herë. Mirë, për ata jeve që keme arë në debatin a. Po, gjithsesi, ju premtoj publikisht që sa që të thirrni ose do të vi këtu, ose do të Faleminderit, Valone dhe Besnik, faleminderit shumë për prezencën e juj, shpresojmë ju shku mirë ballotazhi, kaq kemi kohë për sonte, na ndiqni nesër mbrëma me komunën e Radhës në ora 7 deri në 8, jemi TV Dugaxhin edhe në kallxo.com. Natën e mirë prej neve, prej debatit Fushë Kosovës.